Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Pini një orë para se të flini, një gotë nga kjo dhe do ngeleni pa fjalë, ja ç'do të ndodh. Do të kënaqeni me shijen e shkëlqyeshme dhe me të mira të shumta, të cilat ju ofron kjo pije. Gjumi është helbësor për funksionimin e duhur të gjithë trupit, si edhe për mirëqenien dhe shëndetin ton të përgjithshëm. Në qoftë se ju vuani nga mungesa e gjumit, kjo është një shenjë e mundësive për hipertension, depresion, sëmundje dhe mungesë të energjisë. Modelet e parregullta të gjumit ose pagjumësia munden që të çojnë në pasoja të tmerrshme për shëndetin. Bananet kanë shumë kalium dhe magnez, minerale të cilat përmirësojnë cilësinë e gjumit. Këto minerale kur merren në sasi të minimizuar ose kur eliminohen nga dieta, ndikojnë negativisht në nivelin e kortizolit dhe bëjnë që nervat dhe muskujt apo venat të shtendosen. Kanella ofron përfitime të jashtëzakonshme të shumta shëndetësore. Ajo ka një shije dhe një aromë jashtëzakonisht të këndshme dhe ndihmon gjithashtu në lehtësimin dhe relaksimin e trupit. Përveç kësaj, ajo ndihmon edhe në tretje. Ne këtu do t'ju sjellim një recetë ideale e cila do t'ju a bëj më të lehtë dhe të qetë gjumin e natës. Përbërësit që do t'ju duhen janë një banane, pak kanellë, një tenxhere të vogël me ujë. Si ta përgatisim? Hiqni skajet e bananes dhe vendoseni në ujë. Më pas, lëreni derisa uji të vlojë për plotë 10 minuta. Pastaj, nëpërmjet kullesës, hidheni në një gotë të madhe. Së fundmi, shtojeni kanellë. Konsumojeni këtë pije të shijshme një orë përpara se ju të shkoni në shtrat për gjumë. Nga ana tjetër, shkencëtarët kanë përcaktuar 75 forma të ndryshme të cilat lidhen me pagjumësinë, duke filluar që nga problemet e gërhitjes deri tek dhimbja e këmbëve, të folurit në gjumë dhe deri tek aritmitë dhe çrregullimet e zemrës. Rreth 31% e njerëzve, përfshirë fëmijët dhe adoleshentët, mund të kenë më shumë se një çrregullim të tillë në të njëjtën kohë dhe për më tepër mund të kenë edhe për shumë ne të rreshtë. Stresi, depresioni dhe shqetësimet janë shkaqet kryesore të cilat çojnë në pagjumësi. Sëmundjet e ndryshme janë një tjetër shkak i mundshëm dhe veçanërisht nëse ka dhimbje apo siklet. Gjumi luan një rol kyç në njësër procesesh metabolike, sa kaq mungesa e tillë do të sjellë pasoja serioze shëndetësore duke rritur kështu rrezikun e prekjes nga sëmundjet e zemrës, goditjet në tru dhe njëkohësisht diabeti. Por jo vetëm kaq, pagjumësia ka një ndikim negativ në gjendjen tuaj shpirtërore, kujtesën, por edhe tek aktivitetet e tjera të përditshme. Nëse keni kohë që nuk arrini të mbyllni sytë edhe pse keni provuar teknika dhe receta nga më të çuditshmet, ky çaj është ai që ju nevojitet. Përbërësit e tij kryesor janë mandarina, e cila përdoret edhe për problemin e sistemit tretës, stresin, ulçërën gastrike si edhe ulin nivelet e larta të kolesterolit dhe glukozës në gjak. Ju nevojitet 500 ml ujë, një lugë gjelle kamomili grirë, disa gjethe sherebele tharë, një lugë gjelle mjaltë dhe lëkurat e mandarinave. Zini të gjithë përbërësit bashkë, më pas filtrojeni dhe shtojeni mjaltin, i cili preferohet të jetë organik. Pijeni atë një orë përpara se ju të shkoni për të fjetur. Shumë persona të cilët kanë çrregullime me gjumin dhe kokën në jastëk e vendosin pas konsumimit të tabletave dhe preparateve të ndryshme të mjekësisë industriale, tashmë nuk kanë më nevojë që ta sulmojnë shëndetin e tyre me këto medikamente pasi vjen një përzierje natyrale
e cila garanton një gjumë të qetë, është pikërisht fjala për përzierjen e qumshtit me mjaltin. Pagjumësia mundet që të shërohet përmes rrugëve natyrale pa përdorur as edhe një lloj tablete. Gjithashtu, qumshti dhe mjalti janë një ilaç hyjnor kundër pagjumësisë. Një gotë qumësht të nxehtë dhe mjalt është pikërisht receta ideale kundër pagjumësisë dhe nëse përpara gjumit ju do të ndjeni uri, më së miri do të ishte që të hani disa ushqime të cilat janë të pasura me karbohidrate dhe këtu mund të përmendim bukën integrale, produktet nga mielli apo farëra të cilat mund t'i kombinoni në mënyra të ndryshme. Personat të cilët lëngojnë nga çrregullimet e gjumit do të duhet që gjatë kohës së fundit të ditës, në vaktin e darkës, të shmangin djathtrat e fortë, peshkun e thatë, të kriposur apo të konservuar, sallamin, mishin e thatë, lakrën e thartë, trangujt e konservuar, ullinjt, çokoladën dhe gjithashtu spinaqin. Nga ana tjetër, ushqimet të cilat përmbajnë tiramin, molekula e cila liron noropinefrinën, stimuluesin e trurit i cili na mban të zgjuar, do t'ju vijë në ndihmë, por kafja dhe alkooli nuk është e nevojshme që të përmenden. Nga ana tjetër, në vend të antidepresivave dhe gjërave ndihmëse për gjumë, ndryshimi i kombinimit të ushqimit të koha e fundit darka do të ndikonte pozitivisht në kualitetin e gjumit. Borziloku dhe gjithashtu sherebela ndikojnë krejtësisht ndryshe nga melmesat e tjera dhe kanë një ndikim të butë dhe tepër qetësues. Sipas ekspertëve, qumshti i ngrohtë është po ashtu një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban triptofan i cili rrit serotoninën në tru, një substancë e cila na jep ndjenja lumturie dhe mirëqenie. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi është e aftë që të zgjojë gjumë edhe për ata të cilët vuajnë nga pagjumësia kronike. Çaji mentes lehtëson gjithashtu dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tij antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentja gjithashtu zvogëlon intensitetin e tyre duke i lejuar trupit të pushojë siç duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm që ju mban nën stres, ky çaj është një opsion i shkëlqyer për të marrë parasysh. Lëngu i qershisë, si qumshti, përmban triptofan, prandaj ai mundet të prodhojë hormonin melatonin duke përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit. Ky lëng është testuar në disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga opsionet më efektive për ta luftuar atë duke siguruar më shumë orë pushim gjatë natës. Qumësht kokosi. Qumshti i arrës së kokosit përmban magnez dhe kalium, dy minerale të cilat janë të afta që të relaksojnë muskujt dhe të sigurojnë gjumë të mirë. Përveç kësaj, zvogëlon presionin e gjakut dhe ëndjen në veshka. Falë sasisë së madhe të elektroliteve natyrore, ndihmon trupin që të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Smoothie banane me qumësht bajame. Atëherë, bananet gjithashtu përmbajnë triptofan, përveç dy mineraleve kryesore për relaksimin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti gjithashtu ka një efekt qetësues i cili funksionon në një mënyrë integrale dhe gjithashtu lehtëson stresin fizik. Gjithashtu, sasia e saj e fibrave dhe e karbohidrateve e mbush stomakun tuaj dhe çon në një ndjenjë të ngopjes, gjë e cila rrit dëshirën tuaj për të fjetur. Çaji jeshil është i pasur me antioksidantë dhe është një pije për të marrë parasysh në çdo kohë të stinës. Sidoqoftë, kur bëhet fjalë për gjumin, çaji jeshil është dekafeinat dhe është alternativa më e mirë.
A i përmban të anin e cila promovon relaksim dhe lëshimin e stresit fizik, duke ju ndihmuar të keni një gjumë të qatë dhe të qetë gjatë natës. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.